Lista e kombëtares së Shqipërisë për ndeshjet e marsit u publikua këtë të hënë. Silvinho do të drejtojë skuadrën në sfidat e raundit të tretë dhe të katërt për kualifikuesit e botërorit. Dy sulmues të përfolur vazhdimisht për të ftuar të kuqezinjt mungojnë sërish. Bëhet fjalë për Anis Mehmetin dhe Kristian Shpendin që nuk do të jenë opsion kundër Serbisë dhe Letonisë. Të dy lojtarët në fjalë rezultojnë të jenë në top 10 e lojtarëve më të vlerësuar për kombëtaren sipas Transfermarkt. Mehmeti, 24 vjeç, ka fituar së fundmi dhe arritjen më të madhe në treg. Vlera e tij ka shkuar në 7 milion euro, duke u dyfishuar nga shuma e mëparshme. Në anën tjetër, Shpendi vlerësohet me 6 milion euro, duke mbyllur listën e top 10-s. Sulmuesi 22 vjeçar ishte më efikas i Çezenës këtë sezon, që shkoi deri në fazën e play-offit për ngjitjen në Serie A. I ngjashëm dhe sezoni i Mehmetit te Bristol City, sulmuesi shqiptar ishte ai që shënoi më tepër gole te skuadra e tij, që luajti në play-off shanset për të ngjitur në Premier League.